Sot në 27 vjetorin e nisjes së operacionit Shigjeta, bashkëluftëtar nga Kosova, Maqedonia Veriut, Kroacia e SBA, fillimisht vizituan kompleksin memorial në Landovisë së Prizrenit për të bërë homazhe dhe nderuar luftëtare që ranë gjatë këtij operacioni. Ndërsa pastaj në shtëpinë e kulturës Xhemaili Berisha në Prizren u mbajt akademia kushtuar kësaj betejë. Fillimisht Muamer Ibrahimi, që mbante veshur uniformën solemne si veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës, foli për këtë betejë. Ai tha se sot me këtë veshje po ndihet sikurse ditën e parë kur veshi uniformën e UÇK-s. Ibrahimi thotë se operacioni Shigjeta ishte grushti i fundit për largimin e forcave serbe nga Kosova. Tash si cilën ditë e shoh rëndësinë dhe madhështinë e këtij operacioni dhe efektin që ka pasur. Për të mos lejuar që të përsëriteshin tragedi të tilla, shtabi i përgjithshëm ngarkoi drejtorinë operative për përgatitjen e operacionit Shigjeta, i cili do të shndrojë një në momentet më vendimtare të luftës çlirimtare. Operacioni Shigjeta nuk ishte vetëm një operacion ushtarak, ai ishte kulmi i organizimit, i sakrificës dhe i bashkimit të kombit shqiptar. Ishte momenti kur mira luftëtarë nga të gjitha trojet shqiptare dhe diaspora ju përgjigjen thirrjes së atë për liri. Në majin e vitit 99, tash 27 vjet më parë, në malin e Pashtrikut nisi ofenziva e fuqishme e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Lufta tashmë kishte kaluar nga taktikat guerile në luftë frontale. Urdhri për sulm u dha në 25 maj, ndërsa me 26 maj filloi sulmi mbi pozicionet serbe. Ky operacion, përveç rëndësisë kombëtare, kishte rëndësi të jashtëzakonshme ndërkombëtare si në planin ushtarak, ashtu edhe në politik e diplomatik. Këtë akademi e përshëndetje dhe kryetari i komunës së Prizrenit Sheqir Totaj, i cili me këtë rast tha se sot po nderojmë kryeveprën e UÇK-s dhe fal gjakut të dëshmorëve sot e kemi lirinë e këtij vendi. Hapja e korridorëve për të ndihmuar bashkëluftëtarët dhe popullatën. Ata dëshmuan se trimëria dhe dashuria për radheun mund të mpushtin çdo makineri ushtarake. Me gjakun dhe sakrificën e tyre, herojnë tanë hodhën themelet e shtetit tonë. Përballë plumbave dhe granatimeve, ata qëndruan si një mur i vetëm. Sot dhe përgjithmonë, ne përulemi me respekt para gjakut të dëshmorëve të rënë në këtë operacion si dhe gjithë dëshmorëve të lirisë. Vepra e tyre është pishtar, dritë dhe udhërrëfyes për brezat që vijnë. Nuk jemi zullumqtarë, jemi çlirimtarë. Lavdi dëshmorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, lavdi të gjithë atyre që u fliruan për lirinë e Kosovës. Fjalë rasti për këtë betejë ka mbajtur edhe general Agim Çeko, ish shefi i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, dhe tha se sot rikujtojmë kryebetejën e UÇK-s. Projektin më të madh kombëtar që ka ndodhur në historinë e shqiptarëve është projekti i UÇK-s. Sot shënojmë ditën e fillimit të operacionit Shigjeta, kryebetejë e UÇK-s që ka filluar më 26 maj 1999 dhe ka zgjatur deri më 10 qershor 1999. Jam këtu sot në cilësinë e shefit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s dhe njëri prej aktorëve, kreatorëve, pa modesti po e them, të operacionit Shigjeta. Fatkeqësisht ky operacion ka mbetë në heshtje. Ka mbetë heshtje interesante edhe nga ana jonë, por edhe nga ana e armikut. Por me plot bindje, përgjegjësi dhe njohuri që i kam, po them se ka qenë operacioni më i lavdishëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ky operacion jo që ka ndiku bindshëm në përfundimin e luftës, por i ka dhënë një vulë, një marrë shkret tjetër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Fillimisht, edhe pse bombardimet vazhdojshin, shumë djem, vajza, tri, nga vendi, nga diaspora, ju kanë përgjigjur thirrjes për mobilizim gjithë popullore. Dhe nga gjitha anët kanë ardhur aty ku i kemi drejtu në pjesën veriore të Shqipërisë. Një numër jashtëzakonisht i madh dhe me një prull jashtëzakonisht madhëritën madh. Dhe kjo ka dhënë për vullnetin, vendosmërinë e popullit tonë që kem pas, që nuk po llogarisim me NATO, po jemi të gatshëm edhe vetë ta fuqizojmë UÇK-n. Male ku toka ruan aromën e barutit, jehonën e betejave dhe amanetin e dëshmorëve. E pikrisht Pashtriku është njëri prej tyre.
Pashtriku nuk është vetëm një mal. Ai është kufiri mes lirisë dhe robërisë. Është vendi ku bitë më të mirë të këtij kombi vendosën ta shkruajnë fatin e Kosovës me sakrificën e tyre vetëm e vetëm që brezat që vinë pas të jetojnë të lirë. Operacioni Shixheta nuk ishte vetëm betejë. Ishte shpërthimi i një populli që nuk pranonte për uljen. Ishte zëri shqiptarëve që zgjodhen qëndresën para nënshtrimit dhe flijimin para një jete pa dhe. Por rruga drejt Pashtrikut kishte nisur më herët. Ajo kaloi nëpër Prekaz. Kaloi në kullën e familjes Jashari, aty ku liria morri frymë shqipe. Aty ku Adem Jashari dhe familja e tij nuk u shndruan vetëm në simbol të rezistencës, por në themel të ringritjes son kombëtare. Operacioni Shixheta u zhvillua nga 26 maj deri më 10 qershor të vitit 1999. Shixheta kishte 3 drejtime taktike: Kosharja, Pashtriku dhe Kortniku. Ai shtrihej përgjatë vijes kufitare nga Kosharja në Kortnik. Pastaj pati edhe një program artistik. Në këtë operacion General Bislime Zyrapi mbetet njëra nga figurat më të rëndësishme të kësaj kryebetejë të luftës së UÇK-s. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.